Bismillahirrahmanirrahim. Ndalemi vetëm edhe pak tek wadhkur isma rabbik, I kam zirë disa meditime ose I kam shkruar kështu në rreshta. Wadhkur isma rabbik, po, Zotin tonë mos e harro. Përmende me zemër, ndjeje praninë e Tij dhe vendoje kauzën para gjitha mjeteve. Gjithmonë le të jetë kauza qëllimit. Wadhkur isma rabbik, ai le të jetë qëllimi. Andaj Allahu ka wadhkur isma njëherë atë. Jo emrin ton, jo personalitetin ton. Që ata për shembull në Kur'an nëse e shihni kështu e detalizoni jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për brenda Kur'anit, nganjëherë Zoti normalisht ai e sjell në mënyrë më të artikuluar, mirë po aq shumë është akuzu, aq shumë është të rëndu. Wadhkur isma rabbik. Mos le të jetë qëllimi mbrojtja vetvetes sate. Njëherë kauza, tani tjerat. Pra, me një fjalë dhe gjithmonë do me thonë vendosja kauzës gjitha mjetet. Krejt mjetet që I ke, famën e, emrin e, moralin e, peshën e, vendimet e kështu me radhë, gjithmonë le të jetë kauza qëllimi, edhe përfundimi. Edhe tjetër vëllezër, ato gjërat e së ardhmës do të jenë shumë të ashpërta. Sikurse po I thot pejgamberi alayhis salam e kisure ja muzammil, kur I thot çu falu natën. Sikur se po I thot, në tarme kemi pas shumë vështirësi. Këtu janë shumë të vogla, me najtë në kom, e mu falë, derisa të montajën në kom. Kjo është e vështira, ama ato që do të vinë mas namazit, që ti do rresh pa gjume, kështu me radhë, do të jetë shumë e vogël kjo. I po kjo ta mëson atë hartën që thash si me I baball. I po do të duron shurinë, dëbimin e përsekutimin e. Para më domon është ndoshta shumë e vështirë me mujt me arrit me konceptu kështu në tërsi edhe në plotni vështirësinë e pejgamberit, sidomos atë embarkun, ato 3 vite, edhe me lexu për shkrimin se çka ka bërë muslimanët. Në ato vite është shumë e dëmshme, mirë po mundesh sadopak me parafru atë çka ndodh në Palestinë, me luftëtarët, me muslimanët, me fëmijët, me gratë, me ato bombardimet e padrejta, dhunshme edhe vrastare, nga qielli kështu në mënyrë tinzare, shpejt, pa paralajmërim, pa I largu bile minimumi fëmijët edhe gratë që s'kan asnjë faj, luftojnë, s'kan armë, janë të pambrojtura, është njeriu sa do pak mundet me parafru se sa ka hik pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose kur I ka dërgu shokët e tij në Habeshe, në Abisini. Wallah shumë e vështirë me kalu detën duke mos qenë të sigurt. Së dyti, qëllimi është meditimi I librit, ngjizja e kuptimeve të tij në shpirtin tënd. Pra, wadhkur isma rabbik, përmend emrin e Zotit tënd, pra është meditimi I librit, ngjizja e kuptimeve të tij në shpirtin tënd. Dhe së treti, atë që thash, wadhkur isma rabbik, të ditën puna, mundohu, gjallnohu, udhto, mos u bë barë për familjen dhe shoqërinë. Wadhkur isma rabbik, ti Zotin tënd edhe emrin e Zotit tënd ti e përmend kur ti nuk bash barë për tjerë. Kur ti e ngrit madhështinë e Islamit, e cila është vetë se duhet me u shpërfaq nëpërmjet krenarisë sate. Kur ti s'bash barë, kur ti nuk merr për shembull social në shtet. Kur ti për shembull nuk merr social që ti çdo ditë ato me shkru zjeter për shtetin e për policinë, për ushtrinë, tani me hi me menu edhe atë që s'menohet. Se kjo qenë ka kështu për shkak se njëherë na du të me menu kështu, tani kjo është kufër, e është shirk, e është idhujtari, e është blasfemi, e ku ta di unë, sepse unë kam kohë gjithë ditën e tërkohën me shkru, e me përpilu, e me akuzu, e me përfytyru, njërë që me dala jetë që ka dojana. Mirë po paraprakisht, për qenë kështu, e na jemi kështu, jemi bo kështu, sepse paraprakisht e kemi zhjith një rrugë të poshtrimit, duke marrë social, duke marrë ndihma nga shteti, domthonjë nga ky shtet të cilin na edhe akuzojmë, edhe në mënyrë kështu permanente synojmë me shkatru. A para mendoni kush do me shkatru ky shtet I cili në themelin e tij e ka gjakun e dëshmorëve. Vetë Serbia. Po s'ka nevoja me orësh me hije me sulmu shtetin tonë se na vetë shkatrojmë. Edhe atë në amën të fejs. A kuptoni se sa është
kështu e poshtër si mendësi kjo, duke synu me e zvetnu një shtet, me e shkri kadale nëpërmjet fesë. Pra historia përsëritet nëse na nuk I marrim mësimet e duhura. Deri atëherë, Zoti ju rujt herën tjetër me meditime të reja, I rujt I madh Zote, faleminderit shumë.